e bajnë pushimin e marbu. Ose ti gjilë amanun makine Qepim roba, oj qepim roba të qarnis I qepim roba, oj qepim roba të beqarnis Honda që më dujmi gocë nga dera ime Ja kom shit, oh ja kom shit Tjegu atë shtëpi Ja kom shit, oh ja kom shit Tjegu atë shtëpi Ka më të moten disa muje E kemi pas dan shnizerane Tash do t'i kam zoj qit kujte O vet ke I ke me kelane Tash do t'i kam zoj qit kujte O vet ke I ke me kelane Silu bota vjetër Ty t'ka beku vernia O zoti është një zbahet tjetër O e besojnë krejtë njerëzia Zoti është një zbahet tjetër O e besojnë krejtë njerëzia Pasunia, ditunia Humbën shkrepën, por si vesion Ka bo emër pere nia O kush ka lindon, prapë do vdesi Ka bo emër pere nia O kush ka lindon, prapë do vdesi Tridhet ditë në Ramazane As kam hongër, as kam pije O kur t'vjen dita e bajrami O bashkë me lale në shkoj me qari Kur t'vjen dita e bajrami
bashk me lalën shkojmë qomi. Mojra kira rushi I qënë zihesh nga zalë krushi E mojra ki moj buku roshe E shonë linin qoshëm qoshe E mojra ki moj buku roshe E shonë lalën qoshëm qoshe Jo more ruju stoj din Rio Hysejeni More mire moj tekja Lene goji jojes Oh mirja bane o përze More rusta I qoj qarqet Oh te kora I jali More ndreqmi mirë se I kam o për shpirte Mos me më dhe zote shadër More unë ty thira bre Ma so I ftoj jari More ti mu merë dhe bre Ma sa kshoj jovi Te dy pluma ti dhasho
është dashnia, billahi se dita, dashnia çka dëman, mjeri unoj mjeri, mu largu dylderit, mjeri unoj grati, mu largu rufatin, hej aman aman, rakia na pas gazna. Oska është maraki, billahi se dita, maraku s'ka dëman, mjeri unoj mjeri, mu largu dylderit, mjeri unoj grati, mu largu rufatin, o aman aman, sosja na pasikan.
Në kohë ma të mirën po më shkon dhe të zijen. O e la nonën me durën e zijen. Hele nonën me duron e gjijem, o sa t'jen jeta për me majtë zijem. Oh, jam mërzit o vëllam, jam mërzit me të pa. Ky gërbet o pa, neve na kanë dam. Jam mërzit o vëllam, jam mërzit me të pa. Ky gërbet I shkret, Allah na kanë dam. I mjeri vëllam, ku donë me unis, me lotën sy ktheven, hajde shpina në shpiz. I mjeri vëllam, ku donë me unis, me lotën faqe ktheve, hajde shpina në shpiz. Jam mërzit o I motër, jam mërzit me të pa. Du me u këthy o I motër, se këtu nuk mu I ma. Po jam mërzit o I motër, jam mërzit me të pa. Du me u këthy o I motër, se këtu s'mundem ma. Njëra motra, ku po donë me unis, stahen e lotet, o vlla prej mërzis. Njëra motra, ku po donë me unis, stahen e lotet, o vlla prej mërzis. Po jam mërzit për nanën, o qyshe kam lon. E do shtu nanon, dy fjallë mi ka thon. Jam mërzit për nanën, o qyshe kam lon. E do shtu nanon, dy fjallë mi ka thon. E mira nona, ku po donë me unis, po më largohesh ditët e pleshinis. E mira nona, ku po donë me unis, po më largohesh ditët e pleshinis. Faleminderit shumë grupi Yjet me Fat Jukov Bajrami, Afrim Macula, Valon Fetiu, Arlin Kastrati, Valdet Aliu dhe I madhe Afrim Muqiqi për Hajr Jukov Bajrami. S'kishëm mujt këtë fest me fillu pa zonin të mrekullueshëm, pa ekipit mrekullueshëm që e ki Hajdorna. Faleminderit shumë. Une nuk u durova për diri sa Afrimi knojke, pa e kërku baklavën, Afrim kështë që urna, këta monën mas emisionit, se Afrimi polak monë me fat festa dhe njerë. Afrim, faleminderit shumë për kohën që gjithë që jerdhe më në fund. Ma në fund, bashkum prapë. Unë po shfryzoj rastin që gjithë besimtarëve të fesë Islamit ju uroj festën e Kurban Bajramit.
Inshallah është bajrami i fundit që festohet në këto kushte pandemie. Definitivisht. Gjithë atyre që janë të prekur nga ky Covid, shërim sa më të shpejt, ata që kanë humbur jetën ngushtimi familjarëve, dharë Zotit që ta kalojmë me pasojë sa më të vogla, kështu që kujdes, rrini në për shtëpia. Kanë thonë që s'ka musafir, domethënë për këtë festë, kështu që ma mirë të rrymë shëndetin edhe normal që Definitivisht, edhe pse disponimi përgjithësi në botë nuk është nivelin e duhur, njerëz janë lodhur prej pandemisë, sigurisht ka familjarë që i kanë humbë të afërmit, gjithashtu edhe ju shpreh ngushtimet më të sinqerta, po mos harrojmë që njërin e manë se vdoja, fundi i fundit, e po mundohemi sa do pak, na po disponojmë këtu në studio së bashku, po juftojmë edhe juve shikues dashur, ta kalojmë këtë bajram natën e parë, kështu me grupin yjet e me Afrem Muçiçin. Po, na nuk kemi nalë domethënë edhe në kohë të kur ka qenë edhe fillimi i pandemisë, jemi mundu që nga shtëpitë tona domethënë thjesht t'i argëtojmë ata që na dojnë edhe na adhurojnë, kështu që edhe këtë shpërblim përmes televizionit të Kosovës, live domethënë kanë gjithë jo vetëm besimtarët, po gjithë shqiptarët kudo që janë, sidomos ata që janë larg Kosovës, ata që kanë ardhur mirëseardhje, ata që kanë mbetur gurbet, urojmë kthim sa më të shpejt, edhe atyre ju qoftë me fat festa Kurban Bayramit. Unë po du me të falendru ty edhe publikisht, me qenë se çdo herë për kësi festa, për kur me disponu një qytet, një popull, Afrimi është i gatshëm me krejt ekipin, me gjithë çka ka, çka shkon në një dorë, se marrë me një televizion edhe një sjell atmosferë. Po, a din qysh, është mirë që disave që na kanë kritikuar se unë gjithmonë kam thonë nuk du më ndosht krejt. Se momenti kur dojnë krejt është fundi i jetës edhe kriju, kështu që edhe ata që nuk na dojnë edhe po na akuzojnë që kënojnë veç përpara le ta dinë që edhe na dimë me bo së bashku me gjithë shokët e mi. Është një ekip i tërë. Domethënë një ekip i tërë që sot ka NKS, jo çërë të këja s'ka minutazh me mbush programin, po përfundimisht e kemi një obligim që thjesht sadopak me këtë program, shpresoj që ka më pëlqyer gjithëve, thjesht t'ja u ndreqim ato tavolina edhe pse nuk janë të begatshme si vjet me njerëz. Për shkak kësaj pandemie, po sado kudo, këtë festë të madhe të Kurban Bayramit ta festojnë gjithë familjarët kudo që janë, në atë numër çfarë janë. Ne urojmë shëndet me muzikë live, inshallah kam pëlqyer programi jonë. Edhe me ëmbëlsira gjithsesi. Afrem ke fol shumë në për televizione, e ka në për intervistat, kam pyet non-stop për pandemin, po teja ke menuar herë që ka me ardhur një pandemi e tillë, një virus i tillë, edhe mi paralizu krejt sektorët po flas të ekonomisë. Jo, sinqerisht nuk e kam paramendu asun, po ai cili thotë se ka paramendu ose është i ardhur pe qiellit si thot populli, ose është thjesht çmendurie kujdo koft, se askush se ka paramendu, domethënë është një pandemi globale e cila ka plut gjithë botën. Pasojat veç kanë filluar të shihen, po sigurisht se do të shihen edhe pak më vonë, po prapë unë gjithmonë kam qenë me zë të lartë, domethënë e para është shëndeti i njerëzve, domethënë duhet gjithsesi ta arrijmë shëndetin e njeriu, pastaj këto tjerat sistemin e popullit në dorë të Zotit, çysh thot Zoti ashtu do të bëhet, edhe shpresoj që do të bëhet sepse ne si popull kemi kaluar shumë sfida, kemi kaluar sfida domethënë si gjenatë jone, për shembull, edhe gjenata të tjera pak më të vjetra, kemi kaluar kohë më të vështira, domethënë ka qenë edhe pjesa e luftës ajo e cila ka kalu, unë shpresoj që do ta kalojmë edhe këtë sfidë dhe normal që presim të kthehemi në normalitet. Po ti si Afrem gjatë kësaj kohe, çështë ka kalu për dishmërinë tonë, veçanë se jeni mësu vazhdimisht në për koncerte, jeni mësu në për dasma, besa ditën me pushu se keni mbrëmje një dasëm, tash çka ka ndodhur Afrem? Ju kemi kthyr në far normaliteti privat, kështu që më shpreh për arsye se domethënë është mundësi e mirë që t'jesh afër familjes, po gjithmonë po them inshallah jo në këtë mënyrë, sepse kjo është e detyrueshme, është na po mundohemi me nxirr pozitivitetin, anët pozitive pandemisë, prandaj pecekim se na ka bashku me familjen që mos mundohemi çdo herë të kemi negativ. Për këtë sot kesës që ka ndodhur, ne për shembull na ka obliguar që të rrim me familje që s'kemi ndaj ndoshta me vitet tona. Jo që na s'kemi dashur, por profesioni jonë është i atill që gjithmonë kemi qenë njerëz të natës, ka qenë vështirë më adaptu, sepse gjithmonë jemi kënë lëvizje, domethënë nuk është lehtë pas 30 dhe sa vjetëve të vetë izolohesh prej një jete dinamike në diasporë, në Kosovë, në qytete ndryshme tjera, po ja që erdhe dhe ajo kohë që të rrim, po prapë po them vallë Zotit që ta kalojmë sa më pak pasojë. Afrem, çu shqiprite komentet e njerëzve momentin që në farë forme jo dhe disa kolegët ju mundut mi shpreh pak nacitë juja me këto masat
që i bënën për shkak të pandemisë, po komente kanë qenë jo vetëm për ty, po shumica e këngëtarëve janë anku, se është një pak kënaqësi e qytetarëve, pse këngëtarë po fitojnë shumë. Po të pës për arsye mu shpreh edhe te edhe njerë. Është festë e Bajramit edhe nuk po du me ja dhonë një konotacion tjetër këtij emisionit tuaj, po pikërisht po du me bo vetëm një sqarim shumë të vogël, shumë të shkurt. Domthonë gjithë ata të cilët ju ka ardhur shansa të keni telefon, edhe ta përdorim për interesa, thash në fillim të emisionit, s'du më dashtë krejt, se me dashtë krejt është fundi i jetës. Po sincerisht janë disa të mirë, ashtu lehtësh më shpreh, të cilët i kanë përdorur rrjetet sociale. Le ta dinë gjithë, në kam thonë edhe 3-4 emisione të tjera. Nuk janë estrada, këngëtarë në atë gjendje çfarë po menojnë disa. Edhe 5 vjet mos me pas dorës, më personalisht për veten nuk e kam problem me jetu. Mirë, po ka plot njerëz të cilët varen pe kësaj pune. Nuk është lidhur vetëm muzika. Pe bujkut të cili prodhon patatën e karrotat e sallatat deri te ato sallonet e ondolimit që janë pak një lloks pak më ndryshe, domethënë me kamermana, me valltar, me sulla tupana, sepse na kanë thujtur edhe sullaxhie tupanxhi. Domethënë e kanë shfrytzuar këtë moment, po ne kemi ngrit zonën për shkak të standardit dy fisht i cili është përdorur në Kosovë. Sepse po të lejon të punojnë gjitha kafeteritë, e mos të lejon familjet të mbajnë një darsëm, kjo është standardi dy fisht. Ne s'kemi thonë me moj darsëm 500 vet. As nuk kemi kërkuar që me mbyll restoranet tjera e me leju sallonet e dasma. Jo. Lejoj 70 vet, 50 vet, sa keni lejun për shembull. Në një kafeteri let lejon edhe ndarshëm edhe leti qesin masat, njësoj sikurse për një kafeteri apo një XY qendër tregtare apo hotel. Domethënë, kjo ka qenë ajo. Po njerëz tash prapë po them secili e komenton atë mënyrën e vet, është mirë që e komentojnë, por duhet me qenë pak realista dhe me folë realitetin, sepse nuk ka këngëtar, nuk ka instrumentist që ka me dekuni. Jo, ato le të harrojnë gjithë. Po është problem që është një zinxhir shumë i madh, domethënë për mbi 30 biznise në Kosovë të cilat mbaren pe kësaj pune, kështu që prapë po them mos të mërzitëm për neve, po le të mërzitemi për gjithë kombin, inshallah kalojmë me pasoja sa më të mira, edhe një herë urime festën e Kurban Bajramit, të ketë një atmosferë ashtu çfarë na ka imponuar koha, kështu që. Sepse jemi mësuar të kemi makallaballok, jemi mësuar të shkojmë vizita mirë, po shihet se kësaj radhe nuk do të jashtë. Çush kanë qenë Bajramet e kalum afrem për juve? E monin men... Nuk muna me boksi krahasime, domethënë është një botë tjetër, ka qenë ajo bashkimi i familjeve, mandej ka pas një farë si sot popullin e farë lezeti, sepse është ditë një javë ditë përpara, ose një muj ditë përpara, njerëz janë përgatitur për festën e Bajramit, po ja që ndodhi çka ndodhi dhe kështu që duhet të bëjmë ashtu çfarë kanë vendosur të tjerë. Faleminderit shumë. Baklavse edhe u lodhe tu këndu edhe na disponove. Edhe të fol bak. Edhe shfrytëzojmë rastin me falenderojmë mondo kafenë cilët na kanë sjellë këto ëmbëlsira për Bajram. Po lakmojnë kolegët aprem. Hajde në do? Hajde në më releni instrumentet. Sa po mendoj, sa hup ko afrimin në rrjetet sociale, nuk e kom pas se je shumë i dhanë, nuk ki shumë postime, nuk mirësh shumë, për ndryshe afrimin e njohime si një këngëtar që është shumë bamers, nuk poston shumë, nuk është ashtë person publik, sa i përket jetës private. Nuk e urrej, s'po du me fjallat, me përdorat fjallë, po sincerisht nuk jemi tharë shumë i rrjeteve sociale. E kulmin e këtë saj mësë më marë me rrjetet sociale, e ka bo koha pandemisë. Kur pas shumë vitësh, e kom bëdhe një postim, me të cilin e kom kërku gjithë njerëzve, adhuruzve tonë, edhe familjarëve të mi, edhe familjarëve të tjirë, me një mesazh shumë normal dhe shumë thjesht, mos e përlani me zveti për interesat tjetër kujtë. Dhe dhënë, kur i kom po me qindra e mija komente, të përlani njerëz me zveti për interesat të politikës ditore, sincerisht ajo është të mërshme, sepse të prishen familjet me familje, vlau me vlau, shok me shok, shoqet me shoqe, grupacionet ndryshme të familjeve apo të shoqënisë njëne me tjetrën, që me ndori kështë që sincerisht po thomë, nga njere komendu që edhe thjesht ta mbyllë edhe Facebookun edhe gjitha, sepse është të mërshme në këtë ko njerës, këtë ko pandemie, po edhe hisë mësë me qenë pandemie. është shmenduri tash ne që njihemi me zveti, familjar me zveti, shok me zveti, që ne të përlohemi për çka? Për kanë. Dhe më thonë, ajo ka qenë njona për arsyve, edhe para kësaj, dhe më thonë,
Nuk kom qenë shumë i thari këtyne Facebookave dhe do më thonë rrjeteve sociale në përgjithësi, për arsye se nuk jetoj edhe nuk i thon vetës që du të rrajt dikon me një diçka në rrjetë sociale, po unë jam çfarë, gjithë ata që më shikojnë njohin, unë jam para 30 vjetëve i njëjti jam edhe sot, kështu që nuk ndryshoj. Nuk është rrjeti social, nuk është një rrjet social i cili ty ka më ndryshu. Po edhe në rrjetet sociale, që se veç i aktive dhe bën diçka, bën ai çfarë edhe në jetën e përditshme. Kjo është mesazhi. Për arsye që mos them krejt për shumica e kolegëve to, momentin që dhurojnë diçka, bojnë një bamirësi, kanë qef me shpreh ato edhe në publik, pse është kjo nevojë afrem? I kam kolegë, respekt për secilin, po secili që bën një bamirësi për dikon. Në mesin atyre jam edhe unë dhe shokët e mi, asnjëherë nuk kemi postu diçka të tillë sepse te ne tash i përkasim fesë muslimane është normale, se gjithë popujt e botës janë njësoj mirë, po cila do fe, cili do kom që e bën një bamirësi, unë di që i bëhet dedikohet për dikon, edhe s'ka nevojë të bëhet publike sepse si sot populli e din Zoti për kënë e ke bëhet dhe njëtin që e bën për shembull për veti, nuk ka nevojë që të bëhet publike sepse nuk e kuptoj pse. Unë s'kam Nuk përmbushës. Sinqerisht nuk e kuptoj asnjënin. Pa marrë parasysh, a është i politikës, a i fesë islame, a fesë katolike, a feve tjera, politikës kush do qoftë, valla bona në ndihmë. Jo, e ke bo për vetën, Zotit shpërbleft, apo të qëfshin dërum të njetën, po s'ka nevojë që e të bëhet publike. Unë ashtu mendoj, ndoshta kam gabim. Shpresoj që ta kem gabim. Afrem, për dirë sa performojshit, unë mora informata që shumica prej këtyre janë njoni Mitrovicës, njoni Gjakovës, nëse nuk gaboj, prej se qytet në Kosovë që ka ndodhë me këtë grupë, a ke pas qef? Gjakov Mitrovic. Ke pas qef i mbledh yjet me një grupë, apo? Jo, do më thonë, ne jemi një grupë i cili 90% do më thonë nuk ka ndryshime që 20 e sa vjetë. Kështu që jemi ndoshta pit vetëm në Kosovë që nuk kemi ndryshu, edhe mendoj që secili që është këtu e meriton të jetë pjesë e bendit tonë, edhe është një komplot i mirë, unë asnjëherë në jetën time si kom dallu qytetet, kush pejkojt është, vetëm se po veç paka shumë dallon afrem. Pse për shembull? Për shembull, mra me shku në Gjilan një ditë dhe përderisa nejto me atë familjen cilën veç e vizitum, thanë që Gjilan gjithë njëhen për mikpritje, si mikprit si të matë mëdhe në Kosovë. E një farforme, kur dolla pas të në qytet, thanë njëhen si që i kanë vajzat ma të bukra, djemë ma të bukur. Tash po hajde një vështëre, te one edhe ma të bukra. Tash edhe one pak t'i vdona. Afrem me qenë së është edhe festa e Bajramit, nuk po folim shumë, kësha pas qef edhe një potporit shkurt me ndëgju, pas taj e kom një qef edhe një pytje, sa herë ndas ma kemi shku, gjithë më kamet marak mullë në sofer, dasmorve zakonisht, pse organizona afrem veç me meshkuj sofrat? Nuk pas ka rastis, sepse ka në shumicën e dasme, barëm kune këndojnë në shumicën e dasmeve, ka dhe pjesë të gjenisë e bukur që ullën dasma. Po veç janë diqysh si tu më shef, si ona, pëse s'ullën në sofer as jona? Arsy se për me ullë gjenia e bukur në sofer, du të më andarsëm me veshje pak më ndryshe. Ma komod. Ma komod, do më thonë, ma komod për me armë dhe ullë në sofrë, sepse teknikisht është e pa mundu me një fustan të bukur, edhe cili është për shamull ma i ngusht, apo nuk është i rahat, që në është problem që të ullësh, kështë që ato që të dëshirojnë tjenë pjesë e sofrës, du të më ardhë e pregaditën pak ma ndryshe, do më thonë më unë i pak ma komod. Oke, unë po besoj me këtë fustan së djom komod, mas soj potporie, a bën një sofer me organizu qështu bashkë krejtë e përfestojnë a Bajramin që e kena... Ne mas e kemi vendosë me orën në emision tonë, edhe në emision të Radio-Televizionit Publik të Kosovës, edhe njerë mi uru gjithë pesimtarët për këtë fest madhe dhe arzote që Bajramat arshëm të festojmë ashtë të qysh kemi festu dhe të tjerët në një kohë pak ma ndryshe, nuk kemi mjëllon kes, do më thonë, për shkak të repertoarit, do të ketë edhe sofer, po sofra asot do të jetë pak më ndryshe se erave tjera. Hajde për hajde, shumë po kom qef. Për herë të parë unë në sofer edhe po plotësot dëshira. Faleminderit.
gojo sheqerin, o hajme dhe Jo, qëllar more ju, gjitho sa jeni, o por shqitope, ju o që i keni, o hajme o por shqitope dhe moren, ju o që i knoni, o venën e mirot madani, o hajme dhe Jo, kur më qitën e vetë, leno me nove, o zemra në satë, e dito ju thoje, o hajme dhe Jo, kur më qitën e vetë, leno në tabu jote, o nëse të se, me rava ju këpute, o hajme dhe Jo, kush por shirë që dhe vre, ku to të drinit, o shkoj kere la tuj, e rado sharkë primit, o hajme dhe Jo, moj sharkia pen, dhe do të rolla, o vele zikishat kur, mos ju tafshin, o hajme dhe me te likun ta kam fal, ti bregall që më kena rësu, me te letra dhe tu hal, zhivle tuja, tu mishku, o me dhe ty, svedin rrugën ka me shku. Po vetën e bubon, ja ka nisoj me ashi, është që zonë që fluturon, kjerku shavin shpërati, me dhe se i vogel jam qëllu, aman s'vodin rrugën ka me shku. Suleymanit me dhe
Asya mermelja insanit se dünyaya ska kujmeve o zamak kuj bane o fotahman o zamak kuj bane o fotahman Jeme bukran këtë muhame o fotahman Jeme bukran këtë muhame o fotahman Moj zëllërush, synin si kur rush Aman, aman, moj zëllërush, moj taklush Synin si kur rush Në mahallën në qytete o fotahman Në mahallën në qytete o fotahman O te kalala me kimet o fotahman Te kalala me kimet o fotahman Moj zërush, moj taklush Syrin si kur rush Moj zërush, moj taklush Syrin si kur rush Do t'kenoj, veç për arvanitën Arvanite ju kenoni, gjuhet qipe mos haroni Arvanite me kenu, gjuhet qipe mos haru Do ta pres kotinën Do t'kenoj, ves për arvanitën Arvanite ju kenoni, gjuhet qipe mos haroni Arvanite me kenu, gjuhet qipe mos me harru Arvanite ju kenoni, gjuhet qipe mos haroni Arvanite mu bobo, gjuhet qipe mos e harro
rrit mama me kimet Syrin e sjellava ka rrit nona me kimet Laje synin e zi me ujt e sapunit Laje synin e zi me ujt e sapunit Synin e sjellava ka rrit nona me kimet Synin e sjellava ka rrit nona me kimet Tate du fustan, tableta për bajrom Tate du fustan, tableta për bajrom Maluke, maluk tabake E mori sake, e sojna vrake Maluke, maluk tabake E mori sake, e sojna vrake Mje fluj se mblasa, se më do gjiva pan Se më do gjiva pa më go se mje fluj se mblasa Mje fluj se mblasa, se më do gjiva pan Se më do gjiva pa më go se mje fluj se mblasa Synin e bukur jam bulon Samia Synin e bukur jam bulon Samia Mje fluj se mblasa Se më do gjiva pan Se më do gjiva pa më go se mje fluj se mblasa Mje fluj se mblasa Se më do gjiva pan Se më do gjiva pa më go se mje fluj se mblasa Ko, sa plohni koka këtu. Sa plohni koka këtu pas ka plohën me bajt me kolit. Që. Kush i arë me këto piano këtu mërme. Që. Fort mire ko, gjënë ka shku zonive, po më tuti qaj qenë se sumik i zoni se bëlli shabu këngëtari mirë. Që, po kush kanë me flia me piruna, flia kopët mërë me dorë, du të mjanë gjitë. Hej. Ta
fjarë, që i të bomër e këto? Jo që i të bëti këto, se? Që i të bo këto pëse për prek flinë? Vallohi, po që be të thash mëro shivin kalamot që shumë Jo, pretë. jo, ta fjarin a të bo sofer për Bajram këto. Se për Bajram, hajde për hajde Po, Bajram me afrimi koltër. është me shahira. Po, sa afrimi ke veç vetë, se ne hakit fli afrimi vetën, e të gjysën po ta Po, marrë, jo, veç pak, krejt bashkina me hongër ta fjarë. Që që ta shtu ardhjan? Se mëra, jo, po që... Hajdeni. Veç një minut, mës t'i thërë koltër, veç një dy rena. Jo, mos e prek se tani të epi kur kryen. Hajdeni. Hajde. Pe bojna njerë sofrën tani. Jo, pas ka burra, pas ka burra, hajde. Jo, pas kanë me hongër, kejtë flinë, pas kanë me hongër. Shë zëte, po. Ku je be ta fjarë? Që be koltër, A ka je të që gjallë? koltëri, për hajnë t'ja Masha farë feste, zote. pak se Hajrë ma pasë, ndryshë. ty O, ku mirë se në praj hajrë, hajrë. burra, mirë se në hajrë. Hajde urnoni. Ty be prekë se kemi, veç e kena këqyë. Jo, ty be jo, që raha ta në poziciononë, që. Frime me shok, këta janë kejtë yje janë koltër, kejtë yje janë këta. Këta mi marë ndorë së më slojnë me najnë kom heq, këta veç najrë dush me najtë të qalë. Ku e ki maskën? Moskën, po e kom be një, po ja bona 2 bira e mu të shkyse, ja bona një për cigarë, një pedinti me shtina gishtin huna. Qysh më rahit s'ke ndrubre ta Po, fjarë. vallohi, O, po zot, milion bre. një ta fete, pivnej një herë një përdërim, po miliona, jo, pivnej apet për A zdete, ulla, për strete. na herë, Që. erdhe, afrime, hajde, afre, mërë, no? Hajde. Hajde, thuja komës, po he, ja kësha bu një pytje kollë, pëse bëlli noti, ja kom se luta fetit, fëll ti pëlqen. Që. Po valloj, kur e kënej ke da dushin e përdorës, pas si heke sy tesa, ja bëjsh, oj luta fet, me burri e këtu. A kjo është këshyr punën e vetë, kjo veç, kënan, tiki. Bëj një pytjen ma shpejt ta fjarë, Po, se hajde. i ka ma sesion kumera, atë shut një pytje. Pse ju popullorës nuk bëni disa? Pse s'pja bëni dis zenit, për shamë, ndash me pëlsit aty vjuft, aty YouTube me t'i kësyrë krejt. Publikisht për ja bëj dis për Bajramin e Arshëm. Për Bajram në ashëm, ti që t'jam që t'Bajrama i tjetërin do t'më ta këthuj disin, gjithë që zote po. Okej, me knaci. Ta fjarë, Ju shkoft mirë. vazhdo punën, flin e rujnë fund. Vish një copë, Jo, flinë e om na. vish një copë bre luta fetit, ja qej se e kishim pjek shumë. Aja dhombre një copë. A, e mira. Se kom prek, pasha dina i mos. Hyla na e ka përgatit, se te i marak flia të hyllës. Së pjeka se e ka një manok, jo, 3 zoll një cement edhe kjo, i Jo, dani jo, fa. si ka kjo 3 zoll, veç me Valloj, 8 mazë sahat me jetë të tana. hoqë të. E kom ja bu një luta fetit, pas na mi ha pjek. Hajde vazhdo një, mos të Hajde, faleminderit. Hajde ti pastroj çto zyre, se shkrat e kanë bu. Jem të qipe sa po më gjoni, ju tret nona me gjysën zoni. Të latë none sa mos t'ja shtojme, për pajtim duk të ti ma shpojme. E katolike dhe muslimane, jemi vazën, unë e kemi një Jo gjakmarje poshë zoti vëllazër, njoni tjetrit ti shkojnë e danësër. Ta pushton mund se gjanotin, se na kështu jena me zotin. E mbani fjallën o burrate dhe ute, ta maj fjallën o të skëndër mbeu.
Si kur qonë o thmija për nane, shanë Prishtina o për Tirane. Ka shu fjallë shkupi dhe ulqini, forca jonë vllazën është bashkimi. Ta mbajnë fjallën e kastriotit, se kështu jena orne unë të ka su fjallë dhe qamëria, unitet, të këtë Shqipëria. Ta bashkojmë zemrën etnike, ta bashkojmë o Shqipnin etnike. Ti majnë fjallën o ratat dhe sit na kemë në vdekje. Hajde, hajde, keqa Hyseni, voti me u gjakova djone, për zërenit me u gjakova djone, për zërenit. More keqo, jem budale o s'ka ke lypë vonë qa, kogo me ardhem, asunona jo, krypo me
Paj kurate se zahaj, haj, sorapat me begza, Dëmrat jeqita o putin acarita, Kur me erdhja roni, mora shtina në son, E harroj altine, mora shtina në son, Jo bajmi Ani vjen bajrami, sikur dita Samir kofne, ani të shonë boca, imër një bedeli pa pone, aj so kak nuk dhe. Ani të mirë dana, prere atë nuk e Jo, kur që për dirëqen, largë mare në vëto vojona. Vjen që ushim, sharkë mare synore zona. One nuk jam lopën me më grovo për bona. Po më thojnë, mare synore zona. Synore zona, aj atino me puju pa. Bülük baş, mare te jevrov buka. Mare va kujto veçan, mare që jetu tu juta. Te vrov të buka, qanë te vrov të sa I gjinja. Moret ka rritë nona, me te jeshat mija. Moret ka rritë nona, me ka bahar nujuve. Moret doj ke nona, ty ma forto se mujuve. More në rinim loj, pytë na jeve, na më lujuve. More kred havalen, na ta kemo pas plujuve. More as kem shep, qik pejte dhe jas grujuve.
O tërshin të mija, bacë marë ty jo si mu juve. Marë ty qa ush, prapë marë të je pravë buka. O, va kujtove, shanë marë që jetu du juta. Që ti folan ja dy fiolot e bujuta. Oh, mare në dy dakika ty krijis ke bujuska. Ore plodi të ne që o mare na ja mush bujusa. Ore na u mush fusha firm, ore na va u mush oram. O të më dhe brit ke o mare sylore zola. E sylore zola të më dhe po jo për të jetem. Shok vet, syla po von për të jetem. Që të një retir do t'i shtimon e rënjetem. O, t'jo lojmë robat, o me ka jo pyse jekem. Ore na unë si lufta keq, ore tu jo luftu juve. O, vati syne som ka mo varu buve. More o ti syne svaru keve soj shkojone. O, vasni pup, mare suno peshe jetem. Mare sylre zala shokve po mër të jetem. Ore niske nona, oh mare po jo bër të jetem. O, po i vërtet syne se oma. O, pse nuk i ke, oh mare sylo lumënona. Mo me pasiko, moje nomone. Ja, s'mu kish kinue, ty beso do kjo. Zemra ju gëzofte knofshit gjithmonë. O, tu konen dili more. O, shujo sen man vore nuk e vano mano vona.
një s'keto si zonona. Hybne kudh mare pis Qeto si zona me verni vesh mare ju I kama peto mona. Jo merni vesh mare Zoni mreti si alë qojmë kullat jo Qevere me veti. Ja, s'jamal qojmë kullat Sehere me di s'jamar ftyren more Ti jo mine njeti. Jo Marko mi doni po Syron dyrpije Jo largo peshe more një Ty mote zije. Ja lujun ja kulla po Kone konrena Zhuja Selmanino me vestat zemra. Shkaja ka kulla mo Seve podride Zhuja Selmani more Gjalla nuk di gjide. Shedri djelin e shpaten luze Dini një hera maj fase kuze. I fase kuze vaqa nga mardhake Ku ke dioni se nuk e dhe rove. Ku ke djallë se nuk e dhe më ram Wa mu dhe brita Wa mu ma kizajne. I mu dhe brita Wa mu ma kizajne.
Ndjonin se gom tjetri one lume Njoni se gom, njoni atë loma Hajde djala, tine sëro vroma Hajde djala, tine sëro vroma Veç ka dalë vavë, mos tani do nojna Hina dinona dhe na pisket Ma I thënë paci të delona vërënde Djali gëtë sa të të moskije Dahlen do të dherën në padrije Italen do të dherën në padrije Krahtër krahno dhe kema me hyje Krahtër krahno dhe kema me hyje Qatë ma më zërë të vjerë jone baskije Qatë ma më zërë të vjerë jone baskije Jo mare kur nuk nohem O do dava me ty Ma freta dhe mi zahira vrevlave Doj ma hlenis o më luftën o me Zirja u pritën në mërdor Wa mos më lëshon kuna si një të zjane Zahir trimi sa përdo podrete Shomilir se dojna me vdeke Vatir matin aki fino ved mondin Daj ma me dolin e lapi me I dolin Valla pashtica po ma dredo prekosin E kem goti komandonitin Komandontin bandë të shtrice Ju rogrygen se qyqa vices Vjena di zova drej qyqa vice Orku jeni, ju dëbite Jo prit shish Na barojnë haj haj la bashtica Eu tu gazini me dhrimat vete
Komandat dhe pamurojnë suksese Pushke parove kujto kërësiti Ja pa ma në mjë shoni vla I zahir paja ziti jo he Knofshit gjithmonë, falimderit shumë. Afrem, falimderit shumë edhe njerë, I falimderoj edhe Fatmirin, Bahrin, Edi, Afrimi, Gjemali, Mrushi dhe Gjelali, urime Bajramin edhe njerë, falimderit krejtve. Falimderit shumë. Gjithë kënoni për gëzime, gjithë knojna veç Bajrama atjerë. Veç Bajrama atjerë me shpresë që kina me qene pak ma kalablak edhe me familjare, me krejt. Mi që të dashur munduam sa dhe pak t'ju sillim, disponim shtëpijat e juaja me shpresë që sa ma shpejt për kalojna këtë pandemi. Urime njerë festën e Bajramit, e shihemi takimin e radhës, mirë mbetshit.